Kjo ishte skena e kaosit të krijuar këtë të premte në rrugën e gjykatës në Vlorë, ku një autoambulancë mbeti e bllokuar mes trafikut të rënduar. Në fakt, kjo situatë nuk është as pak e pazakontë, rruga në fjalë prej kohësh njihet për ngarkesë të madhe dhe bllokime të shpeshta, sidomos në oraret e pikut. Pas shqetësimeve të ngritura nga televizioni 6+1 Vlora, Policia e Qarkut të Vlorës dhe Policia Rrugore kanë ndërhyrë për të monitoruar trafikun, duke vendosur një patrull dhe 2 punonjës në teren. Kjo ndërhyrje vjen në një moment kur problematika është thelluar dhe kur kjo rrugë, e cila shërben si nyje e rëndësishme, paraqet sfida të vazhdueshme për qytetarët dhe institucionet. Zona përreth gjykatës nuk është problematik vetëm për shkak të trafikut të dendur, por edhe për rrezikun e shtuar që sjell ky kaos. Mungesa e lëvizshmërisë së automjeteve krijon kushte të favorshme për keqbërës, të cilët mund të shfrytëzojnë situatën për të kryer akte kriminale ndaj personave të përfshirë në procese gjyqësore, të pandehurve, palëve në konflikt, por edhe gjyqtarëve, prokurorëve që hyjnë e dalin çdo ditë nga institucioni. Situata bëhet edhe më shqetësuese duke patur parasysh ngjarjet e rënda që kanë tronditur sistemin e drejtësisë në Vlorë. Rasti i vrasjes së gjyqtarit të apelit, që ende nuk është haruar, ngriti pikpyetje të mëdha për sigurinë e përfaqësuesve të drejtësisë. Po ashtu, 2 epizode të tjera të shënuara brenda ambienteve të gjykatës dhe prokurorisë, ku persona në konflikt u përplasën me punonjësit e sigurisë, treguan se institucionet mbeten të ekspozuara dhe se masat aktuale nuk janë të mjaftueshme. Megjithë këto incidente serioze, deri më sot nuk janë marrë masa shtesë sigurie. Nuk ka patrulla të përhershme policie që të monitorojnë trafikun, nuk ka plane të posaçme për qarkullimin në oraret e seancave gjyqësore dhe as rrugë alternative të dedikuara për mjetet e emergjencës. Në këto kushte, rreziku vjen jo vetëm nga trafiku, por edhe nga mundësia e përshkallëzimit të incidenteve të dhunshme, të cilat mund të ndodhin në çdo moment. Rruga e gjykatës është kthyer në një kaos të përditshëm, ku përgjegjësia duket e shpërndarë dhe institucionet deri më tani nuk kanë arritur të marrin masa konkrete për zgjidhjen e problemit. Megjithatë, ndërhyrja e fundit e policisë rrugore, me vendosjen e një patrulle të dedikuar në këtë segment, shihet si një hap pozitiv. Mbetet për tu parë nëse ky angazhim do të vazhdojë çdo ditë për të garantuar qarkullim normal dhe siguri të shtuar në një nga zonat më sensitive të qytetit.